Po duhet të them, do të japi votat e veta Partia Demokratike apo do blej Rama nga partitë e vogla edhe ndonjë nga PD-ja? Rëndësi ka që këta dohen marrë veç me njëri tjetrin. Këta kur thua këta, cilët ke parasysh? Ramën dhe Berishën. Këta që vendosin që më 2005-ën. Do me thënë do të jap votat PD-ja. Si? Do të jap votat PD-ja. Po, të gjendet një mundësi që çfarë ndryshimesh duhet presim kushtetuar? Berisha do thotë që do ta shes kështu që nga presioni i opozitës, ky u detyrua ul bëri reformën kushtetuese me ne dhe do ta votojmë sepse e kemi bërë me kompromis dhe është në interes të qytetarëve. Por në fakt kjo nuk është në interes të qytetarëve, kjo marrëveshje do të thotë rënje e demokracisë, rënje e sistemit politik demokratik që kanë zgjedhur shqiptarët mbas viteve 90, e cila ka rezultuar një iluzion dhe që këta duan ta mbajnë përsëri popullin shqiptar në hipnozë duke gënjur sikur kjo që po bëjnë këta është në kuadër të mbrojtjes së demokracisë, kurse në fakt kjo është në kuadër të forcimit të aristokracisë politike dhe ekonomike që këta kanë ngritur për 35 vjet, ku në aristokraci përfshi rrethin e tyre të afërt familjar, por dhe shoqëror dhe ekonomik që janë